Edhe këtë vit ka filluar regjistrimi i nxënësve në klasat e 10-ta në komunën e Prizrenit për vitin 2026-2027, përfshirë këtu shkollat Gjimnazi Natyror, AI Shoqëror dhe shkollat profesionale. Një njoftim të tillë e ka bërë edhe shkolla e mesme Ymer Prizreni në Prizren për vitin shkollor 2026-2027. Misioni i shkollës së mesme Ymer Prizreni është të përgatisë profesionist kompetent, të përgjegjshëm dhe konkurrues, të aftë për t'ju përgjigjur kërkesave të tregut të punës dhe sfidave të zhvillimit ekonomik e shoqëror. Me traditën për kushtimin dhe rezultatet e arritura ndër vite, shkolla e mesme Ymer Prizreni në Prizren vazhdon të jetë një nga institucionet lider të arsimit dhe aftësimit profesional në Republikën e Kosovës, duke ofruar mundësi të barabarta, edukim cilësor dhe perspektivë të sigurt për të rritë e të gjitha komuniteteve. Programet, institucioni ofron arsim dhe aftësim profesional në 5 fusha: ekonomi, juridik, agrobiznes, hoteleri, teknologji ushqimore. Një nga veçoritë dalluese të shkollës është procesi mësimor, që zhvillohet në 3 gjuhë: shqip, turqisht dhe bosnjakisht, duke promovuar arsimin gjithëpërfshirës dhe mundësi të barabarta për të gjitha komunitetet.